Zef Shtjefni, biznesmen, koleg gazetar, gjithashtu një njeri që ka qenë edhe pjesë deri diku e politikës. Për fat mirë, vetëm 2 vite në fillim, sa e mora vesh se çashtë të ika program. Na duhet, domethënë, ky kombinim se rrallë herë gjejmë tek individ, domethënë që të kenë të treja këndvështrimet në lidhje me ato që quhet procesi politik, social, ekonomik në Shqipëri. Zef, herën e fundit që kemi qenë bashkë, ke deklaruar se stabiliteti ekonomik varet nga stabiliteti politik. Domethënë ishte një moment ku fjala stabilitet dhe destabilitet ngjante përveshit tim ngjante e huaj. Çfarë parashikon se mund të ndodhë, ndërkohë që tashmë kemi intensifikimin e goditjeve të SPAK, kemi 2 dosje shumë të nxehta që e rrezikojnë shumë legitimitetin e qeverisë. Shiko, për të parë ku jemi, ashtu siç e kemi theksuar dhe herë tjera, është një pasqyrë e një situate pozitive në ekonomi. Pra ku jemi dhe çfarë rrezikojmë pastaj nga kjo që po ndodh në politikë. Pra se ekonomia varet plotësisht nga situata politike. U shohim edhe bursat që shkojnë lart e poshtë sipas ngjarjeve politike. Jo më Shqipëria që është një vend që destabilizohet fare thjesht dhe mos ta marrim për shakakte. Është vend tepër i vogël, jemi me 100 fije tjetër me jashtë, destabilizohemi shpejt. Ku jemi sot? Ne jemi sot me një rritje të ekonomisë prej 3.5% nga 3.3 që ishte parashikimi i Bankës Botërore. Sot jemi me 3.5, kemi mbledh në arkën e shtetit afërsisht 600 milion euro më shumë se viti që shkoi. Po shkojmë me një GDP 25-28 miliard, po pretendojmë që pas 1-2 vitesh të shkojmë edhe 30 miliard. Dhe kemi ullë buxhetin publik, borxhin publik nga 70-71 që ishte në 56.31%. Kemi dhe po bëjmë parashikuar që gjatë këtij viti të bëhen afërsisht 1.8 miliard euro investime masive në rrugë, po edhe hekurullat elektrike që kanë filluar tashmë. Por shkojmë me paga rreth 1.000 euro, ka i fije rritje pensionash më të vogla, po shkojmë me paga rreth 1.000 euro. Pra situata ekonomike sot është jashtëzakonisht optimale. Por ne rrezikojmë jashtëzakonisht shumë sepse duke qenë se jemi një 2-3 hapa larg futjes në BE, kemi ngjall xhelozinë e vendeve fqinj që s'na kanë dashur kurrë mirë, siç është Greqia, Serbia, le të themi Maqedonia, po ashtu Rusia, po ashtu. Nuk e duan Shqipërinë antare të BE-s. Nuk e duan që Shqipëria të ketë ato standarde dhe bëjnë, për mendimin tim, opinioni im personal është bëjnë çmos që ta pengojnë. Por është shtuar dhe faktori Trump tani. Unë kam qenë në njerëzit e parë që kam kritikuar mënyrën se si Trump bën politikë. Po, kemi folur në këtë studio. Të mos e pëlqej, pavarësisht se është biznesmen, unë them që po të bashkohen fuqia ekonomike me fuqinë politike bashkë, është rrezik jashtëzakonisht i madh. Që shihet për ditë, ai çfarë thot sot nuk e thot nesër, nuk ka një stabilitet nuk ka diplomaci brenda dhe mendoj që me Shqipërinë e ka inatin që përpara këtij mandati, do të mandatin e parë ku kryeministri nuk e ka pritur mirë ardhin e Trumpit, pasi kishte me të majtet, me demokratët, kishte korrelatat më të mira në Amerikë. Dhe tallja e fundit që është bërë si padashje, por faktikisht ai ka marrë me shumë impulsivitet. Trumpi s'ta harron këtë edhe do për çështje personale ai bën çmos që t'i vën flagën vendit pa pyetur. Kështu që unë mendoj se faktori Trump po ndikon direkt te SPAK-u. Inspektorët amerikanë në emër të ndihmës, në emër po futen si në han pa porta. Kështu që ne praktikisht po humbim pavarësinë e SPAK-ut, po kthehen në një organizatë politike. Nëse ne lejojmë që gjithkush të fusi hundët te SPAK-u, ai s'është i pavarur më. Nuk mund të lejojmë, kur shtet ta lejon që të futesh ashtu, futi inspektorët e tu, të ndikosh në atë mënyrë, në emër të ndihmës. S'ta lejon askush. Askush. Duhet të ruajtur pavarësia kombëtare, dinjiteti kombëtar, institucionet e tuaja që i ke bërë dhe po i paguan vetë pjesën ndërmuese. Kështu që nuk mund të lejojmë një destabilitet të tillë. Sigurisht, është faktori korrupsion. Akuzat që SPAK-u ka bërë duhet t'ju dalë zot. Ne nuk duam të shohim asnjëri të burgosur pa gjyq.
sepse kemi sot 4800 shqiptar në përburgje, një pjesë e madhe janë për kacata, për gjërat vogla, për fatura, për muret, shtesa muresh, mbulim qatish, aku të di, ose në evazion që kanë bërë, ose me energjin, dhe janë në burgje, duke u dërgjë në burgje pa u dënuar, pa kaluar një proces të rregull gjyqësor, se edhe s'kan as mundësi që t'i përballojnë gjyqet. Nga 5200 të dënuar që kemi ne, 200 e ca, 4800. Pyetja është atë destabilitetin që mund të vinë nga Rusia dhe nga vendet fqinje që nuk i duan të mirën Shqipërisë, se xhelozisë, këto e kuptoj, po si mund t'i vijë destabiliteti nga spaku, çka le të themi drejtësia vazhdimisht shërben për të shëruar plagët politike, plagët sociale. Me thatë që kam qenë politik 2 vjet e para, kur ishte koalicioni i parë opozitar, PD, PSD, PR. Kam qenë brenda për të parë se si amplifikohen gjërat jashtë. Edhe bënim një shakatje brenda dhe kur dilte jashtë, sikur ishte bën nami atje brenda. Që unë jam i prirur të mos besoj asgjë pa një proces të rregull gjyqësor. Mos ken frikë. Fakti që Spaku bën akuza është pozitive, po Spaku nuk mund të bëj akuza duke thënë po unë prokurori jam më gjen as i gjon nesër. Nëse do vazhdojmë me këtë logjik, prokurorët që bëjnë akuza falso duhet të zëvendësojnë atë që ka akuzuar. Atëherë do shikojmë ne, i bëjnë falso apo jo, ose ta fusish tjetër në burg, ai tjetri është i pambrojtur. Jo, nuk e lëm ne jashtë sepse na deformon provat. Jo, i shton provat jashtë. Po ta lesh në burg ai s'ka mundësi të mbrohet më. Kështu që ti shton akuzat, bën çfarë dush me jetën e tjetrit, ti ke shkatruar jetën e tjetrit, ndoshta pas sa vitesh deli pa faqe. Kjo nuk mund tolerohet më. Kjo është një gestapo alla komuniste shqiptare, nuk ekziston nëpër vendet e Blejës, duhet jepet fund. Ne duam të shohim gjyqje. Populli shqiptar don të vërtetoj, don të shikojë në përgjigje, janë të vërteta këto akuza dhe të sikterosen në burg, sigurisht ata që kanë vjedh, pa diskutim, por nga ana tjetër duhet të zënë vendin e tyre dhe ata që akuzojnë në mënyrë falso të tjerë duke u shkatruar jetën ose karrierën politike, sido që të jetë. Kështu që janë të dyja në peshorës, duhet kemi frikë nga gjyqet. Zef, nëse pasurin e SPAK është administrata Trump, paka shumë siç ju po aludoni, a mendoni se vendi mund destabilizohet edhe pse shpesh, le të themi, ka shumë komentator politik që thonë që Rama ai ka rregulluar me Trumpin se i ka dhënë Sazanin edhe Zvërnecin në dhëndrit të Trumpit dhe vajzës së Trumpit. Pra, në këtë kontekst, si e shikoni se dhe kjo tani që administrata Trump është po i fryn zjarrit në SPAK të rritjes së zemërimit ndaj kryeministit Rama, ndërkohë që Rama është mik i Kushnerit dhe këtë e ka thënë vetë Jared Kushner, është sot në negociata për ishullin e Sazanit apo dhe Zvërnecin, ka ikur Kushner, ka ikur nga Beogradi, pra do doja një përgjigje në lidhje me këtë. Unë mendoj se Trumpi ka ambicie tjera shumë më të mëdhaja dhe është i pa kufizuar, do thonë, i pa parashikueshëm, më mirë të themi. Ati nuk i hynë sy shtetet tëra, jo ma Sazani, Zvërneci, s'ka për të thënë as faleminderit edhe nëse ja fal nesër. Nuk i hynë sy Venezuela, ja kemi dëgjuar ç'tha për Groenlandën, për Kanadan, për Panaman, për të gjithë të tjerat, pazare që po bën me Putinin, realisht të gjithë analistët po thonë që për përpiqet të destabilizojë Evropën, të shpartallojë NATO-n si forcë mbrojtëse e vendeve të Evropës. Kështu që Trumpi është genial që do ta shikojmë të rezultatet që mrin, se mos harrojmë se mund luajë edhe rolin e budallait ose rolin e një sharlatani në politik, por në fund shihet ku mrin me rezultate. Nëse Trump arrin rezultate pozitive në fund, duhet t'i heqim kapelin e do themi që është gjeni, por unë dyshoj shumë se mund të mbrije rezultate me mënyrën se si po bën politikën e madhe Trumpi, mënyrën se si po sillet me Evropën, se si po sillet me Shqipërinë, sepse ne po i shikojmë të gjithë si ndri dielli tani inspektorët që po vinë. Ç'pun kanë me ndërhyjtë te zgjedhja e institucioneve tona drejtësisë. Ç'pun kanë
të ndërhyjnë ke vendimarrja e tyre. Ne po flasim për pavarësinë e tyre tani, pavarësia e tyre nga institucionet shqiptare është realizuar, edhe shkojnë e varen këtë tjerët. Dhe duan tjerët më mirë se ne Shqipërinë? Trumpit i bie mend për Shqipërinë, mendon ti? Jo, dakord, nuk e po. Sot Trumpi po sillet si diktator, po sillet si mbret, s'po pyet për askën. Dhe thonë nëse hip në avion për në Amerikë duhet me pa rrjetet sociale nëse ke folë fjalë keq për Trumpin se të kthehen mbrapsht. Po jemi. Nuk është Amerika e Trumpit sot ajo Amerika demokratike që ne kemi parë deri dje. Pastaj, ku del Trumpi dhe le ta shohim, kemi edhe 3 vjet të tjera. Unë kam qenë prapë ndër parë që kam thënë, ai s'do ta lëshojë masa tjetë. Sa Do të jetë mandat tjetër. Do ta kërkoj mandatin, do ndroj kushtetutën ose do shpall në luftë dikon që ta zgjas. Zef, në rast se goditjet e SPAK do provokojnë një krizë politike, a do të mund t'i rezistojë ekonomia? Nuk besoj se i reziston, ekonomia është e para që goditet, sepse ne po shikojmë këto kohë që po sulmohen dhe biznesmenët e mëdhej. Po ju vend të urliloj epitetesh, jo oligarkë, jo njerëz që kanë korruptuar pushtetin, jo. E konsideron sulm ndaj biznesmenëve kanë bërë shumë. Unë e konsideroj shumë i rrezikshëm, shumë i keq. Dhe është kollaj të sa josh akuza e shpifje dhe të japish njerëzve. Gjatë fillojmë që ke shpërndarja e akuzave në media ose SMS-eve. Kjo është të dekonspirosh akuzat, është totalisht të ndaluar me ligj. Ti para se sa ti ngjesh nga SPAK-u i ke dëgjuar prej Lales e prej gazetarëve të tjerë se çfarë po ndodh atje, çfarë po thonë, çfarë po zihen atje. Kjo është totalisht e ndaluar, është kundërshtim flagrant me punën reale që bëjnë ata, me kodin që kanë ata. Që unë them që destabilizimi politik i vendit është destabilizimi i ekonomisë, ikin njerëzit kanë ikë gjallë masivisht, ikin kapitalet, po ikin masivisht kapitalet. Kjo goditja ndaj biznesit fjala vjen. Goditja ndaj biznesit është fiksi totale për vendin. Ikin kapitalet. Do ikin kapitalet. Ikin kapitalet. Ikin kapitalet, ikin truri i tyre. To biznesmen nuk është si kemi shumë ne. Ku ta marrim që të kemi shumë më tepër ne këto që i themi oligark. Oligarkia është fjalë tjetër që ndikon vendimarrjen e qeverisë se bën çfarë do vet. Nuk është kështu. Nuk e shoh kështu Shqipërinë. Shoh absolutisht edhe këto më të mëdhenj që kanë, që njohim që janë pjesa dërmuese e tyre, kanë kriju pasuritë me aftësitë e jashtëzakonshme që kanë. Okej, një pjesë e madhe kanë përfituar nga tendrat publik, po dikush do i bëjë ata. Ata që janë zot jo kanë dhënë tendrat publik. Mos më kanë dhënë asnjë sepse jam i zoti. S'dija të aplikoj. E kanë qenë zot ata, do t'i bëjë dikush ato punë të mëdha ose t'hujt. Do i bëjnë t'hujt e njëjta gjë. Tjetër gjë është pastaj konkurrenca midis tyre që duhen pa janë respektuar rregullat e gjë. Po ne pse i kemi harruar sepse kujtesa SPAK-ut është ndalu këto vitet e fundit. Po ne kemi qenë autostrada kombit, akuza që bën nga kontrolli i lartë i shtetit. E tjera me rrallë. Si ka mundësi që tani vetëm një anë sulmohet? I harruan ato tjerat? Nëse është për të sulmuar, jo politikisht, duhen filtru të gjitha. Pse u harroka para 5 vjeç, para 10 vjeç një krim i bërë? Ose pastaj merren me politikanë të mëdhej, e s'merren me kriminalët që shplajnë parat, që thotë shpëlahen parat. Okej, ku janë? Kush është? Si po shpëlahen parat? Kanë vjedh këta. Okej, hajde, provat ku janë. Çfarë kanë vjedh? Sa kanë vjedh? Ku i kanë këto 300 apartamentet? Ku janë? Duhet t'u tregojë njerëzve dhe t'i shkojmë në përgjigje. Njëri që akuzon, tjetri që mbrohet. A është e vërteta? Jo. Kjo ne na intereson, nuk na intereson të rrëzojmë qeveritë tani pse u bën akuza. Ata që kanë vjedhur le të shkojnë në burg, pa pikën e hezitimit, fare. Para më përmes një procesi drejt. Ta marrësh kryetarin e bashkisë ti, ke dera e zyres, me 2 civil, ose ish presidenti i Republikës. Pa dhe kryetarin e opozitës, pa gjyq, pa asgjë. Ja. Nuk ban vaki kjo. Duhen procese, ne duhet të shohim gjyqje. Ballafaqohet akuza me provat dhe me mbrojtjen. Që ne të shohim se kush po gënjen, kush po vjedh, që të kenë mundësi populli që t'i kthehet punës së paqes në këtë vend. Se kemi thënë pastaj edhe ke paqja fiskale edhe ke paqja. Do dalin ke paqja fiskale, po para se dal aty, domethënë si mund ta rrezikojë ekonominë Zef, një destabilitet në kuptimin që e thamë atë, largimi i kapitaleve prodhon krizë. Përveç largimit kapitaleve, ka efekte tjera?
Po, sepse në qoftë se ti ke parasysh çfarë prodhojnë autoshtata, se ne po e shikojmë që Berisha po përfiton, po përpiqet përfitojë nga kjo. Se Berisha mendon se ka të vështirë të vijë në pushtet me vota. Se edhe ai përfiton tjetri kur si pranon se ka fitu, sido që të fitosh ti, Berisha po humbi, thot i ke vjedh. Në ana tjetër ai vetë po fiton me vota dhe pak shanse ka që të fitojë me vota ndonjëherë. Tani Adriatik Lapaj është aty duke viju një protest që për mua është me shumë sakrifica, se kaloj shpesh aty e shoh. Nuk e di mesazhi që po përçon, po përpiqet të përçoj a do mbështetet nga njerëzit. Por që unë të kem shpresë të reformat e Berishës, që Berisha do të na bëjë një qeverisje më të mirë, e kemi stërprovu Berishën edhe nuk sjell asgjë të re. Sa herë afrohemi afër BE-s, rikthehen fantazmat e 97-s, edhe në 96-ën kemi qenë afër BE-s dhe 97-a na çoi një 20 vjet. Kjo destabilizimi i politikës ose politik tani, po që se ndodh na çon paktën 10 vjet mbrapa prap. 10, po them unë. Dhe kjo mund të jetë skenar. Se më pyet çfarë ndikon ke ekonomia, e thash që ikja kapitaleve është një. Nuk të vinë më turistët, vëlla. Nuk të vinë më investitorët. S'ka kush shpresë më ky vend ikin dhe këto njerëz, këto kapitale që kemi ne. Këtu krijohet pasiguri totale. Atëherë bie vlera gjithçka e gjitha pronave. Ndalohen investime publike. Është se lidhur gjithçka, është një zinxhir i madh. Kështu që nuk është shaka destabilizim politik. Ne nuk kemi një vend pastaj që destabilizohemi pa qeveri, siç na jep leksione Kosova, si ishte pa qeveri gati një vit, dhe gjithçka funksionoi poshtë normal. E kam përjetuar dhe në Çeki një vit pa qeveri, asgjë në poshtë nuk çaloj. Po ne nuk kemi krijuar institucione të tilla deri më sot që ta mbajnë stabilitetin e vendit në rregull derisa të zgjidhet çështja e qeverisë. Se qeveria rrin në detyrë derisa të vijë një qeveri tjetër legjitime. Dakor, Zef, ishte ndër të parët që the se para paqes fiskale duhet paqja sociale, po çfarë do të thotë kjo? Atëre, paqja fiskale, mund të them, unë nuk arri do të ta kuptoj se kjo do favorizoj, që nëse favorizon ato që kanë vdekur, jepi oksigjen sa të duash ato që ka vdekur, nuk e favorizon dot. As pa ata që kanë borxhe 10 vjeçare mbi 10 vjet. Ne po spaguam vdekur ekonomikisht, po thua. Po ne po spaguam taksat, një muj na bllokojnë llogarit. Bom mbriher. Atëherë kush janë këta që kanë 10 vjet që si kanë paguar, që do ju falim 356 milion? Këta janë firma që kanë falimentuar me kohë dhe nuk u ringjallën më. Mendoj se kjo është thjesht për të mbyll statistikat atje të ca firmave që nuk janë më. Nuk prodhon asgjë pozitive për ekonominë. Edhe këto 5 vjeçar nuk prodhon asgjë, është thjesht për të kançelu diçka, ca emra që janë nëpër lista kot, figurojnë sikur janë gjallë, po s'janë. Edhe ato që kanë borxhe 5 vjeçare, mendoj se është pak e vështirë. Ajo që shikohet me fare interesi është legalizimi i parave. Te e shikojnë të gjithë si problematik, por unë them më mirë se sa të ikin jashtë, se po ikin nëpër parajsat fiskale. Si që është Dubai e tjerë. Ma mirë të përpiqemi ti legalizojmë këtu brenda vendit. Sigurisht ka dhe pasoja, por legalizimi brenda vendit paktën do t'i ndalojë këtu njerëzit dhe edhe do t'i evidentojë ca fenomene. Kush. Jo se din ata që do t'i bëjnë. Do t'i zbardh. Por gjithsesi mendoj se ajo është thelbi i asaj që diskutohet, legalizimi i ca parave të zeza që ekzistojnë, që gjithë e dinë. Po. Kurse për sa i përket paqes fiskale, unë thoja është para paqja sociale, para paqja sociale, pastaj është ajo fiskale. Sociala ka të bëjë pikërisht me këta njerëz me të cilët ne kemi mbushur burgjet. Unë pata rast këtë ditë të marr pjesë edhe në një debat që bëhet për kodin e ri penal, ku nxin fjala burg, për një faturë të timore që bën keq, burg. Për diçka nga më të voglat, nga më të rëndomta, burg. Ku na çon mushkëlla? Si mor burg? Gjithkund që unë pash fjalën burg në përnene të kodit të ri, unë do ta kisha zëvendësuar me fjalën job. Jo burg. Se në burg do e mbajmë tjetrin, të kushton 53 euro në ditë. Kurse job njeriu mëson mend që të mos e përsërisi dhe arka shtetit mbush. E fundit, Zef,
folëm për mundësinë e një destabilizimi, si mund të ndalet një rrezik i tillë. Çfarë duhet bëj qeveria, kryeministri Rama, shqiptarët? Unë mendoj se mas pari duhet ruhet qetësia, t'i jepet kohës, sepse koha është shëruesi më i madh. Të ruhet qetësia në të gjitha aspektet, edhe qeverisjes, po edhe kur vjen akuza, se kur vjen akuza është e rëndë, dhe nga ana tjetër duhet të ballafaqohemi në përgjigje, t'i çojmë gjërat në përgjigje, që ne të shikojmë se çfarë po ndodh, që t'ikin ato emocione, se gjyqjet do vazhdojnë gjatë pastaj. Po. Derisa t'ikin emocionet, e para kjo. E dyta, duhet futen gjërat në jurisdiksionin e përgjithshëm, se janë jashtë kontrollit. Një SPAK është një prokurori e shkallës parë. Ka ca detyra specifike, por gjithsesi prokurori e shkallës parë të shkojnë për 3 rangje tjera të drejtësisë, që duhet futet sipas meje, mendimi jam, në jurisdiksionin e përgjithshëm. Pra në një jurisdiksionin e prokurorisë përgjithshme. Se e kemi nxjerr fare në hije prokurorinë e përgjithshme, sikur s'ekziston. Që duhet futet atje. Presidenti, për mendimin tim, duhet rikthehet kryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë dhe gjyqjet duhet jenë ata që të na tregojnë se çfarë ka ndodhur në këtë vend. Ata që vjedhin nuk duhet të kenë më punë, jo në politikë, po duhet shkojnë atje ku meritojnë. Ata që akuzojnë kot, ata që marrin kompetenca mbi ato që ja jep ligji, duhet të përgjigjen para ligjit njësoj si ata që ju nxjin jetën. Kështu që them që po të shkojmë drejt kësaj, jam i bindur që vendi fillon e qetësohet, le të fitojë pastaj kushdoj, sepse dhe Rama edhe qeveria nuk besoj se kanë ndonjë dëshirë të madhe vazhdu me qeverisë. Sepse po shikojmë tani nuk i shkon kush më me u bë ministër, me u bë drejtor, nuk është shaka më. Kështu që edhe ato të opozitarë që kanë joshje për të ardhur në qeveri, duhet ta dinë se e njëjta gjë i pret, pavarësisht se Berisha thotë do shkris pak e do shkris gjitha, po nuk shkon më Shqipëria në drejtim.